Shifeni deri në fund këtë video sepse do mësoni të bëni patatina takis vetë në shtëpi. Bolli argjut pensionin nënës. Para disa kohësh kam bërë video nga gatuva patatinën më të mirë në botë dhe disa muaj më vonë vjetova 24 orë me takis dhe çfarë do bëjmë sot? Për këtë video i kam kombinuar të dyja idetë dhe sot do gatuaj takisin më të mirë në botë plak. Se besha ka kjo thjesht është një tas me një rrush falcë. Okej, është goxha sfidë ekstreme sepse unë nuk ja kam iden fare si me i gatu takisit. Besoj e kam I çik iden, po që se kam bërë ndonjëherë. Si gjithmonë edhe në këtë video vijnë 3 misione. Para e punës do gjejmë se cila patatinë e këtij lloji është më e mira, pra patosat ose takisat nuk ja kam iden. Më vonë do e gatuaj takisin sipas menjes time dhe misioni I fundit do pyes ChatGPT-n se si bëhet një takis. Pra do e gatuaj atë që thot ChatGPT-ja dhe në fund do krahasojmë fabrikën, atë që kam gatu vetë dhe atë që thot ChatGPT-ja. Super gallat apo jo. Edhe prap jam I sigurt që do ja u bëj disin krejt marketeve, fabrikave. O nipçe, shko me rajdoan të dyshani. Siç e dini dhe ju, dy super video po vinë, bjetova 24 orë me fast food dhe ja nxiva jetën Danielit për 24 orë. Prandaj ju thot Lali, bëni sa më shumë like, sa më shumë subscribe ta çojmë këtë video 10.000 like nëse I doni këto dy video. Është thjesht fare o vlla, ja zëm po shihni videon ju. Ja u bë like-u, ja u bë subscribe, haj shnet. Për kaq punë nuk bëni like-u. Dhe gjithashtu na bëni follow në Instagram dhe në TikTok, emri Artiolz sepse atje I hedh triat më të fundit. Ata që më kanë follow këtu e kanë ditë se çfarë video po vinte sot. Kështu që bëj dhe ti follow. Le të vazhdoj me videon. Okej, më në fund krenar të marketi, shif çka kam për ball plak. O lale, mos jo fut koto bu. Imagjino, unë akoma nuk e kam marr veten nga videoja me fast food dhe prap jemi ke patatinat plak. Prandaj ju them bëni një like sepse shiqem të bëj. Okej, do marrim nga I shije për secilën, pra 2 shije për takis edhe 2 shije për patosin, kështu që pas ka dalë 2 shije re, ta provojmë. Ku është patosi I kuq? M'fal, as ka patos të kuq? Nëse kemi marrë 2 shije nga takis, do marrim dhe I shije tjetër të patosit, pra patosin e kuq, edhe të shohim se kush është më e mira nga këto të katërta. Në momentit I provojmë këto patatinat edhe të gjejmë se kush është më mira nga këto që unë ta sfidoj pasaj edhe ta gatuj më mirë. Qysh nuk ka ta ndisa kështu? Dona I ke provu në herë shumë luks, ë? Priti herë o të. Këtu I kam provuar, po këto çfarë janë? Këto deri diku janë të ngjashme, pra vinë me atë formën si trumbullakët, jo si trumbullakët, po që vinë kështu, nuk e di si ta shpjegoj. Edhe gjithashtu kjo këtu është me spec edhe me lajm, edhe po ashtu dhe kjo është me spec me lajm. Kjo pikante dhe kjo pikante përveç se është me nuk e di me çfarë është tjetër, ë. Edhe nga këto do gjej më të mirën që ta sfidoj direkt pasaj, o plak. Angjo. Asë ti faqe çfarë sfidë do të bësh o plak, po derisa mi tregove këto këtë racën këtë që njoh, se këto nga mandi patos fieri, ta kuptoj. A bëmi sfidë o plak? Sfidë brenda sfidës? Si kam provuar në herë do të ndrej. Okej, ha. Qofse unë I gjej gjitha shijet. Okej, nëse I gjesh gjitha shijet ç'a? Do 50 euro. Po si do I gjesh? Me sy mbyll? Po. E kam seriozisht. Do 50 euro. Po nëse humbo plak, e fitojmë 50 euroshin? Jo. Po, mër vlla, do ta fitoj. Okej, hajde, po s'ka shanse. Do ta fitoj. Do e bëjmë këtë mini sfidën shpejt fitoj këtë 50 euroshin edhe pastaj direkt do shkojnë në shtëpi dhe do gatuaj takisin ose patosin më të mirë në botë Alban. Ta bëjmë dhe I 50.000 lekë shpejt, a kupton se kena harxuar atë lekë për këtë video. Po lale, ha po. Ç'a? Na më thënë ngarë bukë. S'ke ngrënë bukë për sot rregjeshi. Patosi kuq. Djeg, shumë normal. Okej, nuk I di. Ha, të shohim, do t'i gjesh gjithë, ha, mos harron. Vinë që kera, djafë më të qikë. Në Volcano. Ky do me plotsu vaktin tani, a s'ke hëngër vërtet bukë? Jo, plak, kam 2 ditë. Valla. Në qikë në dushim, në plak duke se është takis fuego. O plak, mos janë dhirë ratë se në valla. Jo, se ke bërë një skemë se s'ka shanse, plak, a se ke hapë këtë? Si mund t'i nga trosh? Ke dallove ndryshimin teksturë, o plak? Plak, që të thëmë drejtë, dhe kjo po shikoj se më shna njëra pet, po si që asë njëra. Edhe plus nuk vinë I dallove nga që ishin pet? Po. O mërmëri! Dallove bujak. Lekën! Po prit shofir kush me e mira, plak. Ore mje blekët, o vlla. Po, a të thëmë kush me e mira e para. Ha, më thuj kush është me mirë. Kjo është tipike, domethënë me këto jena rritë se këto kanë hy sa vite, a kupton? Qa note është pikante, deri diku domethënë. Krokante, 6/10. Japim 6 nga 10. Okej, tani do provojmë rivalin e asaj, pra jo pse nga ky. Provoj ta? Kushin mira, plak. Vërtet? Po me djatë. Po si ke provuar të tjerat? Po, Mu nuk më pëlqejnë aq shumë këto, nuk e di pse. Ndoshta nga që nuk janë djegse, sepse mu më pëlqejnë të jenë shumë pikante. 7/10. Mund të them 5 nga 10. Tani kemi patosin me lajme dhe spes djegës.
Ky është e direkt. Është e thartë, po është si kështu, edhe e thartë. E Çfarë thartë. ka 10? Është e thartë e çuditshme plak, nuk pikante janë, a kupton po. Nuk them çfarë. Ajo që vjen si sour, si e thartë në fund nuk më pëlqen shumë. Okej, tani kemi takisin e fundit, nuk e provuam këtë domethënë se provoj Dani, por që le ta testojmë. Është me lajm edhe me nuk e di çfarë tjetër. Provoj Dani. Me lajm me çfarë? Imagjino, më vonë do gatuaj takis vetë në shtëpi plak, nuk e kam ide fare. Hyça lyre pas ka. 3 nga 10. Se bisha ka. Nuk mund të them as 10 as 9. Deri mor qylit. Po 8 nga 10. Janë shumë forta. Tani do vejmë në shtëpi dhe do gatuaj takisin më të mirë në botë plak, ha. Kam djalin për kopsha plak dje keq. Në shkosh marrësh djalin për kopës? Do e çoj. Okej, më në fund kemi ardhur për të gatuar. Okej, kena ardhur dhe herë, pra nuk e di se çfarë po bëjmë. Nuk është se e kam pa këtë recetën me ndaj vend, po me hamendje besoj na duhet miell misri edhe disa erza edhe ujë. Kaq besoj, po nuk e di ku është mielli misrit o plak. Ku drejshin jam këtu i herë, unë vëlla kam humbur fort. Okej, kishte 2 lloj miell misri, nuk e di mora 2 lloj, nuk e di pse. Për ta bërë patatinën të kuqe dhe pikante, këto 2 llojet e specave duhen me se s'bën. Gjithashtu na duhet edhe hudhra e grirë. Edhe nuk e di se çfarë tjetër na duhet, po që e di çka kam gjeti super përbërës sekret, plak ta përcollon gojen fare. Ku është? Ja. Acid plak. Okej, më në fund kemi ardhur dhe jemi gati me gatu specialitetin tim, a kupto? Profesionist në burr, kuzhinier. Pra unë s'kam pas i lloj recete, plak thjesht me hamendje besoj se bëhet me miell misri, por kam shumë vetë besim dhe jam shumë i sigurt që të dalin të mira. Nga ana tjetër kam edhe sfidën e ChatGPT-s. Kush mendoni që do e gatuaj më mirë, unë apo ChatGPT-ja? Komentoni poshtë. Prit. Po jo, po për çfarë do mdrasën, ne s'do presim gjë. Okej, kena marrë tasin edhe tani do hedhim mielin të, nuk e di pse kemi marrë 2 lloj miell misri, i bardhë dhe i verdh, po përdorim këtë verdhin. Okej. Dal. Prit se e bën, plak e bën averin në pisë, duket apo jo. Okej, po i hedhim edhe kaq krip, nuk e di sa i bie. 2 lugë të vogla ndoshta, po ja hedhim sipër, apo është shumë o plak. Më duket se i kam hedh krip shumë. Mendoj që i kam hedh krip shumë, kështu që tani i hedhim ujë. Prit i hedhim çik ujë. So bëk shumë plak. Ajo merr mendja që ky lëmshi për pak do bëhet takis, se mos ma merr mendja fare. Gjithsesi, hajde se po e trezoj mirë. Ta shohim se kush e di o burr. Pa merak, duart i kam të lame. Domethënë ju s'keni pse me pas merak, ja u kam thënë dhe herë tjera, nuk është se doja u sjell për me hongër ju, vetë do i ha. Kështu që nëse i kam la ose jo, duart është në dëmin tim, po që i kam lër. I kam la duart unë plak? Okej, hedhim më shumë ujë. Nuk e di, shpresoj, nuk e di se çam të bo gjatë bot. Tani më duket i kam hedhur ujë shumë, çam të bo o plak. Do hedhim dhe i çik miell normal, domethënë gruri, sepse nuk po mblidhet kjo. Pra nuk e bëjmë dot formën e patatinës, kështu që okej, po bëhet gati bumi, opa. Tashi për pak jemi gati me bë formën e takisit. Kurioz jam çfarë recete do ketë ChatGPT-a. Prit ta pyesim mirë, apo prit se kemi dur çik pis. Okej, lava duart le ta pyesim ChatGPT-n tani. Pse s'ma var mua asnjë gocë. A kupton, sipas ChatGPT-s mund ta bësh takisin me tortilla ose tortilla, nuk e di si e ka kjo. Po të shohim në fund se kush do fitoj, receta ime apo e ChatGPT-s. Iko ChatGPT-a ne mos na ça kokën më. A mendoni dhe ju që është gati? Prekeni çiko plak? Se besha kas mund ta prekësh. Për mendimin tim është gati, besoj, do bëjmë topa të vegjël për secilën patatinë, do e bëjmë pet pasaj si puna e tortillës, peta të vogla dhe do ja bëjmë formën me këtë shkopin e shish kebabit, okay? Po bëjmë topat e vegjël, po s'ka shanse të më mundi mu ChatGPT-ja o vlla. Po mos or burr dal. Pastaj do bëjmë pluhurin e takisit me erzat që kena marrë. Po mu derdh mielli misrit o plak, a di sa pise kam bë vinin këtu? Pse mor lekën kështu? Gjatë kohës që këto do jenë duke u skuqur, ne do bëjmë pluhurin pikant sekret të takisit. Avash i kena bë 4 takis, ja ky takisi i 5. Okej, mu deshën një fiksi 10 minuta për me i bë krejt të topat. Edhe tani nga topa, a kupto, do i shtrojmë kështu, do i bëjmë pet të vogla dhe do i rrotullojmë rreth e rrotull shkopit. Ja, opa, e shifni, u bë takisi i parë. Kështu do i bëj të gjitha, domethënë, do më duhen një edhe i gjysë ore tjetër. Deri tash i kena bo recetën time, i kena bo krejt takisat gati, janë gati për skuqje. Edhe tash do bëjmë pluhurin sekret special, recetën speciale të Artiolit. Si fillimisht do i hedh speci kuq plak. Kjo besoj do jetë thjesht për ngjyrën apo jo, nuk e kam iden. Meqense kjo është për ngjyrën, do ja hedhim të gjithën. Sepse nuk e di pse po ja hedh tërën. Pak fare hudhra, jo shumë, duket se i hodha shumë, ja dhiva racën. Tani kemi dhe speci kuq djegës, kjo është bomba plak.
A jeni gati? Pra ky është ai komponenti përbërës speciale, ku ta di unë, sepse kjo ja jep pikanten plak. Kjo është pikantja vëlla. Okej, siç është kjo tani e përzim gjithën bashk. Edhe derisa të bëhet një trajshme, nuk është se do bëhet një trajshme sepse janë të ndryshme ato. Nuk do mua si gjë tjetër vëlla, është super gati, është duke prit të skuqen takisat dhe t'ja hedhim sipër. Nëse pluhurin sekret e bom, tani do bëjmë recetën e ChatGPT-s me tortilla. Çfarë thot kjo plak? Unë këtë e bëra për 2 minuta, o vëlla. Me këto kam nejt 1 orë. Plak nuk ma mush menjen, a thu do dali receta ChatGPT-s më e mirë se kjo imja? Nëse le ta provojmë. Vetëm nga kjo pamje le të themi që kam gatu i gjo super fare, si menoni ju? Okej, takisa të kena bo gati, tani do i hedhim i qik si kjo në gjoja sekrete, ose thjesht nuk e di si do ja bëjmë dal. Ja, le, shifini i qik takisa, to vlla, prit, gjojni? Është krokante, o vlla, mos ja fut kot. Do bëjmë edhe këto ChatGPT sa do i provojmë të dyja pasaj. Më vonë. Okej, kjo është receta e ChatGPT-s, priti jedhim qik nga këto. Nga pamja po t'i shihni, besoj se ka fituar pjata ime, se kjo e ChatGPT-s nuk e di domethënë. Si mendoni ju, cila nga pjatat ka fitu? Okej, tashi t'i provojmë vlla. Do provojmë takisin e ChatGPT-s, jere? Nuk e di qa note mund t'i jap kësaj ChatGPT-s, po besoj notën 3 plak, ha, 2 fare, nuk e di domethënë. Tani momenti final, do provoj specialitetin tim, a do jenë aq të bukura? Jo, prici është e shpreh. A do jenë aq mira sa duken? Priti provojmë. Lalo. Plak, edhe shija janë edhe pikante edhe krokante të gjitha plak. Në goca shpresoj të ketë pëlqyer kjo video. Nëse ka pëlqyer kjo video, bëni sa më shumë like, sa më shumë subscribe, se do ikit marroj këto. Shihemi në video tjetër.